Më thuaj si e shikon marrëdhënien e drejtësisë, institucioneve drejtësisë me njëra tjetrën këtë situatë. Kemi problem me gjykatën kushtetuese, kemi problem me SPAK-un, kemi problem, sigurisht duhet të jenë institucione të pavarura, por duhet të kenë një marrëdhënie të ndërsjellë për të shërbyer shtetit. Ku është drejtësia për ju sot me që jeni njëri? Shiko, ka probleme drejtësia, sepse jemi, mos harro që para 9 vjetësh u miratua reforma në drejtësi, u deshën vitet që të piketoj, programoj elementet kyç ndërhyrjen në kushtetut, që s'është e lehtë të ndërhysh në librin themeltar që ka një shtet, që është kushtetuta, që u bën ndërhyrje në kapitullin e gjykatave të drejtësisë e tjera. Dhe por megjithatë, sistemet e drejtësisë të gjitha shkallët u krijuan ato vakume sepse diku u gabua në mënyrën e përzgjedhjes dhe update-it të pjesës dhe vettingut që u bë për institucionin, ndërkohë që për mua ishte fare e thjeshtë. E kam thënë, keme zë dhe me figurë në kuvend, kur grupet e interesit kanë dhënë mendimet dhe propozimet, është me zë dhe me figurë, unë quhem Edmond Petraj, e ke atje, dhe kemi shprehur fiks që nëse juve keni seriozisht reformën e drejtësi, hiqni 800 veta nga sistemi, hapni garën për 800 veta të rinj, pa e kishin këtë kapacitet, sa të duash. Ka avokat shumë të përgatitur dhe me përvojë, ka jurista shumë të përgatitur dhe me përvojë, por sidomos avokatët. Dhe për mendimin tim që duhet vënë një element kusht që një person i cili nëse nuk ka një 5 vjeç ose një 10 vjeç në avokati, mos të futet në prokurori dhe në gjyqësor. Kanë shumë shtete këtë. Sepse nëse nuk futet kjo, një avokat bëhet gjyqtar dhe prokuror, ndërsa një prokuror dhe një gjyqtar nuk bëhet dot avokat. Pra kjo është një formë. Në Shqipëri ka ndodhur kjo, zoti Petrej. Nuk ka ndodhur. Ka ndodhur, po ka ndodhur. Çka marr, ka marrë jurista, më kanë marrë ata që duan, ata që se njohin derën e gjykatës. Nuk më kuptove. Ka ndodhur kjo, që ishin gjyqtar, ishin prokuror dhe vettingu i largoi, ose disa u largu me dëshirë me mos i shtru vettingut, dhe pastaj u bën avokat. Pra ne e bëjmë invers, nuk e bëjmë të kundërtën. Kështu që po tjetër gjë ajo. Dhe e dyta është që një njeri që është largu, këtë më shpjegoti mos i avokat, një njeri që është largu nga sistemi drejtësisë, prokuror, gjykatës, që është largu nga sistemi drejtësisë, për arsye të vettingut, si ka mundësi që ky njeri nesër bëhet avokat? Dhe ose del në për opinionet e banaqeve të darkës dhe jep moral edhe jep mend në një kohë që duhet japë llogari. Pra, ne i hoqëm, po nuk u ndëshkuan. Nuk u ndëshkuan, aty ne duhet shek licenca, duhet shek e drejta. Pra, mos jemi ne si publik. Duhet ishte ligji i tillë që mos të ushtronin aktivitet në fushën e drejtësisë edhe të avokatisë. Po. Duhet ishte ligji i tillë. Ligji s'u bë, kështu që kjo është situata. Gjithsesi nuk merrem me atë se janë larguar dhe personazhe që nuk ja vlen tiknin. Të them, unë di një personazhe pozitiv që nuk duhet të largohesh nga sistemi. Ora unë flas në principle. Okej. Tani, shiko, drejtësia po të shikosh në elementet kyç të saj, problemi është që u vun disa referenca dhe disa dysheme, të cilat e ngadalsuan procesin. Dhe cili është ngadalsimi i shfaqjes së interesit? Sepse këta vun 15 vjet një person do të kishte pa ndërprerje në fushën e drejtësisë. Dhe do të kishte qenë gjyqtar, gjyqtar dhe prokuror, po 15 vjet, jo më pak se 15 vjet. Ndërkohë që te avokatët kjo ka çeduar, sepse jo gjithmonë avokatia mund t'i plotësonte këto elemente të 15 vjeçarit. Dhe kjo ishte barriera e parë. Pra kjo dysheme duhej hequr. Dhe këta e vunë këtë dysheme që fillon nga 15 e sipër. Ishte një gabim. Mund të kishte disa elemente të tjerë, por që baza duhet të ishte dhe preferenca duhet të ishte te pjesa e avokatisë. Por avokatia në reformën e re të drejtësisë ishte profesioni më i pabesueshëm, siç është edhe sot, që i kanë bërë këta. Ligjvënësit e quajnë avokatin pjesën më të pabesueshme. Pra, nëse dikush vete
fillon një aplikim për Byron Kombëtare të Hetimit ose agent të Byros Kombëtare të Hetimit, nëse qoftë se ka punuar avokat, integriteti i tij minimizohet sepse i ka punuar avokat dhe shikohet i dyshim për pazare tjera. Kjo është gabim. Megjithatë ka shumë avokat që bëjnë sekserin. Shiko, edhe një herë. Këtu kemi një gjë që ka një handicap ke drejtësia ka. Tani unë po të flas e pare një që nuk aspiron fare më se ne na iku dhe mosha që nuk aspiroj më fare për këtë. Jo, unë nuk thash. Ne ajo që i japim neve sot është një mendim. Siç ka gjyqtar të ndershëm, siç ka prokuror të ndershëm, ka dhe avokat të ndershëm. Kemi dëgjuar që avokati të shet, nuk shet avokati. Avokati nuk ka mundësi, probabiliteti i shitjes së avokatit është 0. No, nuk të shet, pa avokati blen nëpërmjet sekserizmit. Çfarë për shumë blen? Me gjyqtarin. Tani edhe njërë, çdo praktik, në praktikën penale dhe në praktikën civile apo administrative, shenjat e procesit janë të letrat e dosjes përkatëse. Pra nëse një person, e di kur mund të themi ne që ndërhyjet të rëndshëm në sistem, themi atëherë kur bëhet një vrasje, e cila dihet se si ka ndodhur, ndërkohë që gjykata vendos krejt ndryshe, duke... Se pak raste ka pas që liruar kriminal, pak raste ka pas. Edhe njërë. Ka raste që janë liruar kriminal. Mi fer tani kriminali nuk lirohet kollaj, ai që mendon ti, por ai mund të jetë dënuar më pak se çmeritonte. Dhe ka bërë afate të caktuara ose ndoshta ka dalë dhe i pafajshëm. Tani kur del i pafajshëm, janë pjesa dhe barra e pjesës së viktimave akuzuese ose e prokurorit që të zbardhit të gjithë procesin pse ky njeri doli etj. Unë di shumë raste nga këto.